Ka më shumë se 3 muaj që kur ky gyp që nuk dihet nga kush është vendosur këtu, po nxjerr ujrat e zeza mbi asfalt. Uji i kanalizimit në rrugën B po avështërson ecjen kalimtarëve. Disa prej tyre shprehen të indinjuar me komunën, pasi sipas tyre ka vjet që kur gypi ku mblidhen ujrat e zeza në këtë pjesë është i mbledhur dhe si pasojë kanalizimi ka dalë në sipërfaqe. Shaqir Ferizi druan për shpërndarjen e ndonjë epidemie nga papastërtia pasi shumë qytetar kalojnë në këtë rrugë gjatë ditës. Para arsye sa shkem. Kjo marrë që ashtu bë. Që 2-3 mujtë e kanë gjitë këtë. Se kush nuk interesohet me marrë me këqyra, me pastrua, me qelë, diçka me nëresë. Po e kanë lanë që shtu, i kërset që derë dhe t'i vjejera, kësa dhe populata kalojnë, i vjejera du të më shelë hundë kur t'ka përcen. Kjo është marrë e madha që e në të bë. Kam me folë, din tanë me folë, a me punu, zdo me punu kërkush. Lypim punë s'kena, po që s'ka punë, kush dhe me rënu, me jetu këtu, ka punë sa dush, veç atë me punu. Tanë drejtër asë mujna më bu, as deputet, gjithë kush e mera drejtimin e vetë, për që atë lami si e caktu me punu, që ata krye që dohet. E jo veç hajtë, ka përcet, sot ajo po që 2-3 mujtë e kanë gjitë këtë gypë. Kretë populata, kush ka përse kësajte, është katastrofë. Mund me marrë një farë smuje, a i si do më është për fëmijë dhe për pleshe, kjo shumë rëzit. Se së një përballak sa jerës. Kurse Xhemal Sallahu e quan turp mos veprimin e sanimit të problemit nga komuna e Prishtinës. Ai akuzon komunën për mungesë të punëve përgjatë këtyre 4 vjetëve. Kjo rafshe që 5-6 vjetë është qështu. Do më honë kohë maskuhet gjithë për sëritet kjo punë. Nuk e di kush e ka këtë punë në përgjësi, ama kjo është turp. Turpi maj modhi është një kanalizim modernë para hunëve të qytetare, para konve, para thmive, para krejtve. Kjo s'di, nuk di që sharsituhet kjo. Kjo është turp që kalëzën për kulturën tonë të punës çfarë e kena për mirë mbojtje për këto gjona. Edhe sa herën i kanë rregullu këto kanalizime, kur gjë s'kanë ndryshu. Veç kanë marrë pare edhe i njëjti problem është. Cila është kritika jote për komunën këtë rast që po e lejon këtë gjë? Komuna nuk e di, ajo po thotë na po punojmë, na i kena bën punë të mirë në të naont, ama puna doket. Nuk mundesh me tregue për diçka që doket. Ata s'mundem shet. E Have Qeka i mbylli hundët kur kaloi në këtë rrugë. Ajo thot se intervenime ka pasur, mirë po problemi nuk është rregulluar asnjëherë. Që 2 vjet ka bohen. Kishe i herë lanë që ashtu s'punun as kur gjë s'morën me ta, kur e morën shkele shka. Mbi këto ujra të zeza shkelin çdo ditë të mëdhenj e fëmijë që kalojnë për në shkollë, por edhe fëmijë më të vegjël që vrapojnë drejt lodrave të vendosura në qoshe të rrugës.